Mirëmbrëma të nderuar miq, mirëmbrëma të dashur ndjekës. Sot dua të ndaj një histori shumë frymëzuese. Një histori që ka një emocion brenda saj, por që tregon trimërinë, që tregon zemërgjërsinë të një gruas e cila dëshiron që gjithmonë të ketë një familje të bekuar. Unë kam dëgjuar nga të parë tanë që kur e do burin shumë, ja do dhe nënën e tij dhe babain e tij dhe ja do të gjithë fisin që ai ka. Dhe në këtë rast, Liridona po këtë gjë po tregon. Do të ndaj një histori që do të ma lënë gjeni të gjithë, ma besoni këtë gjë, do të emocionoheni, do të pikëlloheni në veten tuaj. Mirëmbrëma Tiranë. Po ndaj historinë time. Unë jam Liridona nga Gjakova, e martuar në Shkodër. Gjakova dhe Shkodra janë vende të njëjta me njëra tjetrën, si nga kultura, si nga tradita, si nga mikpritja, si nga muzika, janë shumë të afërta mes njëra tjetrës. Dhe në fakt, unë këtë gjë kam gjetur. E falenderoj Zotin ditë edhe natë që më bëri nuse në këtë familje. Por si është historia ime? Është shumë e bukur. Unë burin tim e kam njohur në Bregdetin shqiptar, në Durrës. Unë dhe familja ime gjithmonë preferonim që pushimet verore t'i kalojmë në Durrës. Babi ka qenë shumë natyrë patrioti dhe asnjëherë nuk preferonte që pushimet verore t'i kalonte diku tjetër. Në Durrës unë e njohta këtë çapkënin, këtë burin tim që është o me lhem për baklava. Po sa të lumtur që më bën që nuk di se çfarë të them. E pash në plash. Ishim dy çadra që po na ndanin mes njëri tjetrit. Më ngacmonte, por edhe unë nuk është se ja hiqja syt. As duke dija se nga është. Po lëre që unë të martosha në Shkodër, s'ma kishte marrë mendje. Im shoq filloi duke më ngacmuar dhe tek lokali i hotelit ne filluam të bisedojmë kur ndodhem të dy vetëm. Edhe unë ja dhash numrin dhe ai më dha numrin. Ne qëndruam 20 ditë, ndërsa ky qëndroi vetëm 10 ditë dhe iku. Nga aty filluam që të flisnim. Shkëmbyem mesazhe, filluam të bisedojmë, ram në dashuri. Dhe u martuam, do me thënë t'i bish shkurt kësaj pjesës, sepse i matë nuk ishte i lumtur që unë do martohem larg Gjakovës, por ndjehej krenar se thonte shkodranët janë njerëz të mrekullueshëm dhe është një thënie që për me kenë shkodran tana t'i ban. Dhe kështu që unë këtë gjë e përjetova dhe e gjeta. Shkodranët vërtet që kanë të veçantë. Bashkëshorti im ka një vlla edhe një motor, por nëna e tij, nën Lumadhja në këtë mes, me burin tim është shumë e lidhur. Dhe gjithmonë ka qenë e lidhur me burin tim. Jo që nuk i do fëmijët e tjerë, sepse nuk ka nën që i ndan fëmijët, por me burin tim ka patur një marrëdhënie të shkëlqyer. Por jeta ishte shumë e rëndë në Shkodër, im shoq duheshte të vendosën të siguron të ardhme, duheshte ne të bëjmë një shtëpi sepse ishin dy djem, prindërit e shkret me aq sa kanë patur një shtëpi e kishin ndërtuar dhe ne duheshte patjetër të largohemi nga Shkodra. Largimi ka qenë shumë i rëndë. Nana ka qajt shumë, është mërzit shumë dhe ka vujt shumë largimin ton, por gjithmonë thonte, kur s'të man vatani jot, merr vatani huj. Dhe ne ikëm të veprojmë dhe të jetojmë në Itali. Vjera ime vjen shpesh këtu tashmë, por në fillime nuk ka ardhur shumë, sepse derisa ne u akomoduam, ka qenë shumë e rëndë. Derisa gjetëm banesën, derisa gjetëm një banesë me kushte të lira, me thanë drejtën nuk është se e paguajmë shumë, e paguajmë vetëm 300 euro, edhe e kemi shtëpi shumë të mirë, me kushte tepër të mira dhe shumë të sigurta. Dhe kur ne u akomoduam e gjetëm shtëpinë, siguruam punët, filluam që të marrim edhe prindërit në Itali. Prindërit vinë, rinë 3 muaj dhe shkojnë prapë. Unë në fakt mezi pres që të vinë këtu. Nashta ju mundeni me kuptu që po e marrë për interes, por jo, për t'lumin e madhit Zot.
E marr vetëm që i du shumë. Edhe kam respekt për ta dhe kam dashuri të madhe për ta. Mundohem që të kalojnë sa më bukur, mundohem që t'ju ambush shpirtin me dashuri. Por, kur unë një ditë fola me vjerën time në telefon, para se të fillonte Ramazani, sepse familja ku unë jam martuar janë familje muslimane, vjera ime ishte shumë e mërzitur. Edhe më tha në telefon që si nuk e bën Zoti që këtë Ramazan e këtë Bajram ta kalonin bashkë. Burim është shumë i angazhuar me punë dhe unë për të disa të herë pa ta thënë po pse nuk e merr gjysmën e pushimit pak nga fundi i Ramazanit dhe të ikim në Shqipëri sepse prindërit kanë nevojë për ne. Dhe të premten, im shoq më thot mua, unë e kam marrë pushimin, çfarë të bëjmë? Tash mos e mendo dy herë. Shkojmë te nana dhe te baba sepse kanë qenë shumë të mërzitur për Ramazan, e të paktën në fund të Ramazanit dhe Bajramin ta kalojmë bashkë. Jetës nuk i dihet, ndoshta sot janë e nesër nuk janë. Le të kënaqemi me to, ne jemi të ri, pare do bëjmë prapë. Dhe kështu vendosëm. Ne morëm makinën edhe u nisëm drejt Shqipërisë. Nana, baba nuk e dinte, por motra si tregum, që të shkon e të na pret atje, se nuk e dinim se kur do të mbrim. Rruga vajde s'ka e mund të ndodhte gjithçka. Dhe mbëritëm në Shkodër. Unë i bleva nanës disa tespi, sepse nana është shumë e lidhun me fen islame, dhe shkojmë te shtëpia. Ka qenë 1 orë para vaktit iftarit. Nana po përgatiste iftarin dhe vetëm kur i kena hyrë në shtëpi, kur na ka pa në korridor që jemi ne, vetëm natës të varit kam ja kallëzuat kënaqësia, lumturia që nana përjetoi e që ul në gjunjë e ja ka put këmbët djalit të vet. Aq shumë që e ka përjetuar atë moment. Ndjesha e lumtur, ndjesha e gëzuar dhe kaluam një javë, sepse po bëjmë një javë në Shkodër, që po kënaqemi, kanë ardhur dajat, hallat, tezet, niprit, mbesat, kemi baj iftare sa për një Ramazan. Na ka vizitu i gjithë viti. Nana, baba janë shumë të lumtur edhe po gëzojnë, nuk dojmë me flejt, por im deri në syfyr, po folim, po kënaqemi, po kujtoj momentet e kaluara, po gatujem syfyrin bashkë, unë edhe kunata, nëna, motra e shtëpis, bia e shtëpis që vjen çdo ditë, çdo natë që i kam thonë që derisa të jemi ne këtu ti s'ki me lujt kam. Kemi me u kënaq. E tash të martën, kismet Zotit, e kam vendos me shku tek prindërit e mi në Gjakov, me i vizituar edhe të kalojmë disa çaste të bukura, por thjesht këtë Bajram do t'jem në Shkodër. Doja të them që vjerën e dua shumë, jo se është një fytyrë që unë dua ta bëj, por thjesht sepse është nëna e burit tim. Është nëna e njeriu që mua më bën më të lumturën në botë. Është një nëna e njeriu që çdo gjë punon, vepron, lodhet tërë ditën, vetëm e vetëm mua të më falën dashuri. Dhe sot dua t'ju them që dashuroni vjerat tuaja, dashuroni njerëzit që i keni në krah, sepse nuk ka më bukur që të jepni momente të këtilla në familje. Kjo ishte historia e Liridonës dhe unë nuk dua të shtoj tjetër gjë në këtë histori, vetëm me këtë mesazh të bukur që mbylli Liridona.